Kohët moderne dhe zhvillime teknologjike po sjellin një sër ndryshimesh për mënyrën se si jetojmë. Të gjitha këto përparime në një farë mënyrë e bëjnë më të lehtë jetën dhe ofrojnë më shumë mundësi për të patur gjithçka nën kontroll. Por studiosit thonë se nuk janë të sigurt se si do të reagojnë njerëzit kur gjitha këto ndryshime të diktuara nga teknologjia të futen në jetën tonë të përditshme. Në materialin e vazhdim kolegu Kastriot Axhia i na çon në shtëpinë e së ardhmes. Në fshatin Çam në Zvicër, kjo shtëpi është ndërtuar për të vëzhguar se si një familje do të jetojë në një shtëpi të së ardhmes. Familja Steiner ka jetuar në këtë shtëpi prej më së 6 vjetësh. Këtu dritat komandohen me zë. Makina që e pret barin ka mendjen e vet. Dhe në kuzhinë ka lidhje me fshesë elektrike për të pastruar ndonjë ndotje të zakonshme. Të gjitha pajisjet shtëpiake ndërlidhen me njëra tjetrën me teknologjinë patela dhe ekranet televizive monitorojnë çdo gjë që ndodh. Çelësat e shtëpisë janë zëvendësuar me skanuesit biometrik të sigurisë. Kjo realizohet përmes shenjave të lishtave apo një karte magnetike. Një kamera sigurie regjistron se kush vjen. Të gjitha informacionet transmetohen tek një pajisje qendrore që komandohet përmes një ekrani virtual të vënë afër frigoriferit. Sistemi lidh të gjitha pajisjet së bashku dhe është i lidhur edhe me internetin. Gjithçka monitorohet gjatë gjithë kohës, madje kompjuteri e di se çfarë ka në frigorifer. Ushqimet porositen përmes internetit, por edhe qendra e kontrollit mund të porosisë ushqime të duhura për një recetë të caktuar. Gjithashtu qendra komandon furrën se ç'të temperaturë duhet përdorur dhe kur duhet ndezur apo fikur. Kur të vinë ushqimet e porositura, punonësi mund të fusë ushqimet në një frigorifer që i hapet dera edhe nga jashtë dhe pastaj kur vjen në shtëpi mund ta pastrosh. Familja Steiner lëvizi nga Kenya në Zvicër dhe është përshtatur kollaj në shtëpinë e teknologjisë së lartë. Thuajse çdo aspekt në shtëpi mund të komandohet nga ekrani me prekje me dorë, nga kompjuteri portativ apo komandat me zë. Televizioni i tyre është një qendër mediatike e lidhur edhe me internetin. Aty mund të ruash filmat, muzikën apo fotografitë. Ndryshe nga të tjerat, korsia e barit nuk është lidhur ende me internetin. Korsia pret barin brenda pakorave dhe përdor vetëm energji diellore. Sensorët meteorologjik në çati i tregojnë sistemi qendror për të mbyllur dritaret kur vjen shi, apo për të mbyllur perdet kur del dielli, ndërsa kamera dërgon pamje të shtëpisë përmes internetit kur të zotët janë në punë. Pjesa dërmuese e funksioneve mund të komandohen nga vetura apo përmes telefonit. Familja Steiner ka vendosur ta blejë shtëpinë, ndërkohë që kompanitë teknologjike po kërkojnë atyre të testojnë pajisjet e reja në këtë laborator që është bërë tashmë shtëpia e tyre.